18% të rajonit të Drenicës, po mundet me qenë rrezikshme për të ardhmen e PDK-s mu Çka 80%? 80% të kandidatëve me qenë të zgjidhen. Pas të zgjidhës kanë qenë 90%. Jo, kanë qenë jashtëzakonisht shumë. Po shumë po, veç 80-90%. Veç pak, zoti Zari, okej, ka mundësi edhe këmë gabu, për afërsisht po thamë. Jo, po veç po çfarë thamë, Prizreni, o vipi Prizreni, se keni deputet, e ka kryetarin e komunë. E kjo pastaj, edhe shumë mirë ka bo, për shembull, ka shti profesionist top 10, ka shti Arbenin, Besa Kabashin, e ka shti këtë 10 që kujtimin e Prizrenit e kështu me radhë, mendoj që është mirë që më kanë pak ma, sepse është partia e madhe, nuk është partia lokale PDK-ja. Ka posur mesazh me këtë. Mendoj që ka dhënë mesazhin e mirë. Që në mendoj që PDK-ja edhe në raport me konstitucionin, me shtetin ka lujt në princip mirë. Në ka adresu 17 lanë në gjykatën kushtetuese. Gjë që e ka mbrojt, unë mendoj që është në mbrojtësit efektiv kushtetueshmërisë që dojshin me çkallavit, thjesht, në këtë vend. E dyta, dikush ka mendu që, për shembull, ardha Bedri Hamzës mundet me shkaktu tash idhnim te reformatorët e Memli Krasniqit, po përkundrazi, po duket që po funksionon te elektorati ai pajtimi që po don me bën dhe që po e mrin me bën brenda PDK-s Zoti Hamza, sidomos me Ladrovsin, po edhe me të tjerët. Dhe Memlin praktikisht e bën shef të shtabit. Kjo dëshmon derisa ai me rolin e shefit të shtabit dëshmon që nuk ka çamje midis këtyre dyve. Dhe tjetra, PDK-ja do të thotë ka një listë tepër të mirë, sidomos me prumje të reja që për herë të parë hin 10-shën e parë. Domethënë që është ky Arben Mustafa, Besa Kabashi, që janë domethënë dy prej trive që hinë listë në 10-shën e parë me të pare. Edhe kujtimi. Prandaj, po ti e ki për shembull e ki Gruden, e ki Uranin, që duhet me theksu që i ka sjell rreth 30.000 vota për herë të parë PDK-s Prishtinë. Urani Ismaili. Pastaj, i ki Gens Pelvukën, e ki Arjan Tahirin, e ki Besjana Musmuratën, e Lisa mungesa e Memli Krasniqit në listë? Unë mendoj që është mungesë. Po, mendoj, ajo është çështje e tij personale, sepse ai sigurisht që do të ishte në 10-shën e parë, pa asnjë diskutim. Po është zgjedhje e tij personale dhe e respektoj. Unë mendoj që ka me fuqizu shumë Partinë Demokratike veprimi Memli Krasniqit. Pse, asnjë politikan duhet me morrë rnek këtë shembull çka ka bëj. Përvoja Memlit tash mund me fol për demokraci brenda PDK-s. Memli ka një përvojë të jashtëzakonshme në organizimin e zgjedhjeve. Edhe në kohën e Hashim Thaçit ka qenë kryetari i shtabit zgjedhor, edhe tash e ka bërë të njëjtin veprim. Kështu që unë mendoj për pos që ka dhënë një shembull të jashtëzakonshëm, u dosht me ngrej komën zhag ky edhe me do deputet që s'ka dosht fare me kon listë. Arben, e kam një koment për listën e kandidatëve të PDK-s, për arsye se shumica e gjanave u thanë. Unë vetëm kom qenë befasume edhe nuk e shoh sikur hipotezë të mirë që nuk është përfshi zoti Limaj. Por e dim që kanë një do më thonë, elektoratin e kanë të përbashkët. Zoti Limaj ka dalë para shumë viteve dhe ka kriju partinë e vetë nismën, zbashku me zotin Jakub Krasniqi atëherë. Edhe tash për shembull kur ti mundesh me bë koalicionet vogla, sikur që është zoti Eman Rahmani, edhe e ki numër 8 në listën e PDK-s, Një pyetje zonja Jupi. Po më falë se nuk e më le, veç një sekundë, Arben, se e keni marrë zakon gjithë këtu, besoni 30 sekunda nuk po muna me shprej mendimin dhe në fund po më del krejt. Po ta kurresh që ta di mendimin të në këtë po hiç s'ka problem që shtash. Në pyetje që të lejon me vazhdu. Kështu që kjo është befasi me përfshin e listën e PDK-s. Unë kam pas rastin me bisedu me shumë njerëz që janë eksponente dhe janë edhe votues të PDK-s, janë zhgënjy me mos përfshirjen e zoti Fatmir Limaj. Një pyetje kam zonja Ejupi. Urdhna. Sa deputet do t'i merrte nisma në listën e PDK-s? Po s'pakti 4 deputet. Në 28 dhjetor, pas festës që do të ndodhte,
të nesërmën, Bedri Hamza do të mund t'i llogarisë ata 4 deputetësit të tij? Po, unë e di se e kanë kriju këtë narracion, edhe... Ato e ka penalizu... Po, në detaje, unë po e di se është kriju këtë narracioni, se kjo ndodhi me akën, edhe natyrisht